Të nderuar telespektatorë, mi mbrëma, sonte në studion tonë kemi ftuar pjesëtar të familjes Njohës Gjashari, e cila ka sakrifikuar kaq shumë për çështjen tonë kombëtare. Gjithashtu ne kemi të ftuar veprimtar të çështjes tonë kombëtare, pra konkretisht të çështjes Kosovës, e cila është në rend të ditur dhe pret një zgjidhje aq shumë të dëshirueshme nga ne shqiptarët. Më lejoni në fillim të prezantoj miqt që kemi të ftuar në studio. Si thash, kemi të ftuar nga familja Gjashari dhe është zoti Rifat Gjashari, mirë se keni ardhur. Kemi zotin Jahir Shala, mirë se keni ardhur. Gjithashtu zotin Ramis Lladroci, zotin Lulzim Gjashari dhe më së fundi zotin Murat Gjashari. Edhe një tjetër, mirë se ne keni ardhur të gjithë. Ju keni ardhur në vendin tonë, pa e them në Tiranë, sepse Shqipëria është një, duhet ta pranojmë dhe kjo është një fakt historik, i ftuar nga presidenti i Republikës, por më lejoni të them se në një lloj kuptimi ju jeni të ftuar nga gjithë shqiptarët. Dhe kolegët e mi, unë kemi ndjekur me shumë vëmendje të gjitha informacionet që janë në televizion dhe duhet ta dini, keni qenë të mirë pritur në çdo familje shqiptare. A mund të më thoni në fillim cilat kanë qenë përgjithsisht interesat tuaja dhe bisedat tuaja që keni patur me qoftë me presidentin e Republikës, me kryetarin e Kuvendit Popullor, me kryeministrat e tjerë, domethënë, ku ka ecur biseda dhe çfarë interesa kanë patur këto biseda? Po, doni ju, urdhëroni, po. Urdhëroni. Ne edhe në Tiranë me ftesën e presidentit Republikës, zotit Recep Mejdani, patëm takim edhe me gjitha strukturat e shtetit, si me kryeministrin Panderi Majko, me kryetarin e Kuvendit Popullor, Zotin Gjinushi dhe me ministrin e punëve të jashtme, zotin Milo. Ne në takimin me Mejdanin kishim një pritje vllazërore, themi, kështu, biseduam, ai na tha se kishte nderin që ishte në mesin e familjeve dëshmorëve më të rinj të kombit, biseduam për problemin e Kosovës kryesisht, për problemet që na preokupojnë përgjithësi, dhe së fundi biseduam për konferencën e Rambujës, ku delegacioni im pati dhe ka përkraje të parezerë. Zoti Ramis, ndërpres një minutë. Unë thash pak në fillim që domethënë me të vërtetë jeni pritur nga sferat më të larta të shtetit shqiptar, por nuk di a keni ndjerë pritjen e njerëzve, nga njerëz të thjesht dashamirësinë e tyre dhe respektin e tyre në kontakte që keni patur? Ne e kemi ndjerë respektin e gjithë popullit shqiptar këtu në Shqipëri, kudo ku kemi dalur, jemi kanë të mirë pritur, na kanë përshëndetur dhe na kanë ftuar shumë njerëz dhe na vjen keq që nuk kemi arritur dhe që me të gjithë kontaktojmë dhe të vizitojmë. Ju zoti Rifat, mund të thoni ndonjë gjë më interesante nga këto ditë të qëndrimit këtu në Tiranë? Kështu është një pritje vllazërore, një pritje shumë e ngratë për një unitet kombëtar që të punojmë dhe të veprojmë gjithë së bashku, kudo që jemi, një kombë, një qëndrim për të ardhmen e popullit shqiptar. Me këto takime të rikthejmë përsëri temës pyetjes së parë që trova, në këto biseda që keni bërë, çfarë mund të jepni si konkluzione, çfarë mund të shtoni? Po, urdhëroni? Po, si konkluzione, kryeministri i Republikës Shqipërisë, zoti Panderi Majko, patëm biseda që edhe nuk janë për publikun, po ne do flasim ato biseda që ishin vllazërore dhe që mund flitet. Ai i dha një përkraje, kemi përcjellur edhe deklaratat e tij gjatë punës tij 4 mujore si kryeministër. Ne përshëndesim punën e kryeministrit dhe ministrave të tjerë të Republikës Shqipërisë. Ne patëm dhe vërejtjet tona që ai të angazhoj diplomacinë e shtetit shqiptar, të angazhoj ambasadorët kudo ku janë të Shqipërisë të luftojnë mes tonë, gjejnë mes tonë që përkrajnë çështjen e Kosovës dhe biseduam me gjërësisht për konferencën e Rambujës dhe për punët që do të na presin. Ne do të rikthehemi problemit të Rambujës si po ecin gjëra, po lidhur me këto takime mund të thoni ju ndoshta diçka ose po, urdhroni? Po me qenë që ftesa e presidentit të Republikës Shqipërisë ishte një pjesë një ftesë e familjeve dëshmorëve, thosha më të ri të kombit. Megjithatë ne biseduam edhe për probleme tjera.
që thanë edhe presidenti, edhe kryeministri, edhe ministri i punëve të jashtme të Republikës së Shqipërisë, po kryesorja është që mbështetja edhe e qeveritarëve të lartë, të kryer me presidentin, po edhe popullsisë, do të thotë edhe kalamajve në rrugë. Po, qartë, unë prandaj atë pyeta. Është mbështetja dhe morali shumë i fortë. Do të thotë janë pjek edhe kushtet që shqiptarët ta njohin edhe problemin e vllazërve të tyre, motrave të tyre në Kosovë, që disa vite më radhë, ndoshta nuk e kanë njohur këtë punë, kurse sot janë të njohur ato. Ne po bisedojmë, po mojmë me kontakte që s'po mujmë fatkeqësisht gjithë të arritëm, por megjithatë mbështetja atyre, jo si shtet, po si vllazën, është shumë e madhe dhe kjo është një kënaqësi e madhe për ne. Ndoshta mund të shtoni ndonjë, më pa udhëron. Të shtoj vetëm atë që së pari falenderoj shtetin shqiptar, falenderojmë ashtu televizionin shqiptar, që gjatë atë kohë më naftuat me këto takime. Më falë, është gjë me natyrshme, është një detyrim, nuk mund të thuash falenderoj, nuk mund të thuash falenderoj. Këto është një gjë krejtë e natyrshme, është domosdoshme dhe e pakuptueshme nëse do të Ne keni bërë nder, respekt, keni nderuar dëshmorët e kombit, keni respektuar gjakun e tyre në Kosovë, se një popull që nderon, respekton dëshmorët, ai popull e ka edhe ardhmërinë e drejtshme dhe të lumtur. Faleminderit. Po, ndoshta mund të shoni diçka? Ne jemi të kënaqur këtu me vizitën tonë që ke marrë në Shqipëri. Jemi të prit mirë se ardhur këtu. Na kanë prit diçka jashtëzakonisht mirë dhe jemi të kënaqur fort me këtë prit. Ja, faleminderit. Unë do të rikthem përsëri tek ju zot Jahir, që thatë, domethënë është një respekt për ata që kanë dhënë jetën, dëshmorët më të rinj, martirët më të rinj të Kosovës. Në fakt në Shqipëri ka një figurë që thyen legjendës të Mjashari. Unë të them të drejtë jo për mburje, po për një realitet. Kam pas përgatitur një dokumentar që midis të tjerëve është folur dhe për figurë dhe të them drejtën në Shqipëri, jo vetëm tek unë, po tek të gjithë është kthyer në një legjendë. Megjithatë, më shumë për të qenë si një omarë për këta njerëz që sakrifikuan, që dhanë jetën, a mund me jepni disa fakte më interesante, ndoshta më pak të njohura rreth asaj sakrifise që është dashur të bëhet në Kosovë për të ardhur pikërisht te ushtria qeveritare e Kosovës. Nëse ju zoti rifat. Po, urdhëran. Po. Lëvizja revolucionare në Kosovë daton qysh nga vitet e mëhershme. Që nga lidhja e prezrenit vitet 1878, pastaj luta të Azembetës, Hasan Prishtinës, Bayram Cofit. Pastaj kemi edhe revolucionin Drenis pas barimit të luftës nacionale qendrore. Pastaj protestat dhe demonstratat e studentëve 68-shit. Vjen të periudha të Temishit, 88, 89. Dhe për të gjitha këtyre sakrificat, për pjekjeve, vujtjeve, ushtria qendrore e Kosovës lindi dhe u kurorëzua si një lëvizje finale të gjitha asaj përpjekje dhe u finalizua në një ushtri me cila mëna një kohë të shkuar arriti të trondit të gjitha portat ndërkombëtare. Dhe është një nder, një krenari e madhe për popullin shqiptar që u krijua një ushtri me cila na ngriti ndjenjën dhe moralin e të shqiptarit. Dhe din që shqiptarit din të fletë, shqiptarit din të bën politik, shqiptarit din edhe të doroj, po jo gjatë, por shqiptarit din edhe të lufton. Me shka, dhe i tregum edhe botës, që populli i Kosovës din të luftoj, po din edhe të bën politik që din tani në Ramboji. Në sot kjo është një rezime, një revizje revolucionare kombëtare shqiptare. Në përgjithësi është finalizim gjitha të një përpjekjeve. Do të rifat dëshiroj të zgjoj edhe nga ju, pikërisht për këtë problem, për ato sakrifisa që ka bërë regjimi i Kosovës, burrat e Kosovës, nënët e Kosovës, për ta ardhur këtë ditë. Era mirë, është ma afër. Si tha dhe Jahiri më parë, rinia e Kosovës bërë një sakrifisë madhe, por kthesat më të mëdha u bën pas demonstratat vitit 1981,
kur rinis ju thellua mendja e krye me djemtë dhe vajzat më të mira, kishin organizuar demonstratat antipopullore kundër pushtetit serb, ku kërkonin Republikën e Kosovës në atë kohë në kuadër të shtetit jugosllav. Në vend u burgosën shumë djemë dhe vajzat Kosovës, ku dëshuan në vitet shumëta, jo pse kishin bërë ndaj fajt madh, po për ta friksuar popullin, për ta friksuar rinin shqiptarët Kosovës. Dhe kjo nuk e friksoi, po e rritë edhe më shumë moralin për të luftuar kundra pushtuesit serb. Unë për Adem Jasharin, për të folur për Adem Jasharin, duhet shumë. Adem Jasharin e kam njohur që nga viti 1987, ku vepronte në kuadër të Lëvizjes Popullore të Kosovës në rrethin e Skënderajit. Dhe aty jam njohur drejt për drejt në veprimtari bashkë me Ademin. Ne kemi vepruar me Ademin deri në vitet 93, kur unë detyrova të largohem nga Kosova sepse isha pak më fregasak dhe më kërcënoi rreziku i burgosjes, ndërsa Ademi ishte me 30 vjetor të 91-s është sulmuar nga forcat shumëta policore në shtëpinë e tij, kishin marrë pjesë me qindra policë dhe në vetë autoblinda kishte vetëm në oborrët e shtëpisë tyre, ku Ademi me armë në dorë kishte qarë rrethimin bashkë me vllajën Rifatin dhe Hamzën, duke lërë disa policë plagosur. Masi që qau rrethimin, ai u bashkua me shokët që i kishin dalë në ndihmë, siç janë tani komandant zonas dhe komandant brigadash, siç është Ilaz Kodra, Nuradin Dushtaku, Fadil Kodra e të tjerë, dhe kaluan në ilegalitet të thellë, ku për një kohë dikur ishte sekret për ta thënë, por tashin nuk të njëjtë ta thënë, kishin qëndruar në shtëpi të Jakub Krasniqit, që tani është zëdhënës politik i shtabit përgjithshëm të Ushtrisë Shkrimtarë, në shtëpi të Shaban Shalës e shumë shokëve tjerë që edhe sot duhet jenë të fshehur, sepse ata në ato vende ku kanë qëndru ka njerëz që ende lëvizin lehshëm dhe mund të rrezikohen. Adem Jashari ishte njëri ndër themeluesit e parë të Ushtrisë Shkrimtarë të Kosovës. Ai bashkë me shokë si Ilaz Kodra, Samilo Shtaku, Jakub Nura e të tjerë, filloi aksionet e tij kundra policisë serbe, qysh në vitin 1991, 92, 93, për të ardhur deri te finalja, ku nga data 5 mars deri me 8 mars bëri një rezistencë të jashtëzakonshme, ku me gjithë familjen e tij ranë dëshmor duke luftuar për lirinë e popullit. Mund ta thoni edhe një herë shifrën, është një shifër rënqese numri njerëzve që janë vrarë, 54. Vetëm nga familja e ngushtë e Adem Jasharit janë vrarë 20 antarë. Të gjithë antarët janë vrarë duke luftuar ballë për ballë me serbin. Edhe fëmiu 6 vjeç, ai nuk ka mundur t'ia ngrejë pushkës gishtin, por ka vepruar në atë drejtim duke i dërguar Ademit, Hamzës, Basit Shaban, apo djemve të Ademit, djemve të Basit Rifat e të Hamzës, duke i dërguar municion. Të thoni për Unë zdua të flas për personet për flas në përgjithësi, si që Zoti Ladrovci që sakrificat në Kosovë dhe thot na kene pas luftat për 1900 deri me tani. Por tash lufta e sotme me të kaluarën ka një ndryshim shumë të madh. Sot kemi një ushtri, cilën unë e quaj si një argjent. Për popullin e Kosovës është si një argjent. Do të ndërpres për pak. Mund të sqarojmë edhe një herë për opinionin. Duhet pranuar një fakt që propaganda serbe në mënyrë tepër, domethënë cinike, në mënyrë të vazhdueshme ka dashur të denigrojë Ushtrisë Shkrimtare të Kosovës, duke dashur ta quajë si një bandë, si grup, si
domethënë si ushtri që ka dashur të shkatërrojë, domethënë ta kanalizojë në një drejtim tjetër, si arriti që ushtria qeveritare e Kosovës të krijojë një fizionomi tjetër. Kjo është mendoj unë kështu. Dashuria e madhe për liri. Domethënë se populli i Kosovës të sa vite ishte gjithmonë pa liri. Atë liri që kishëm ishte e pashijueshme. Ja. Edhe sakrificat e mëdha që janë bërë dhe po bëhen për liri, durë një ushtri shumë e fortë, edhe shumë e rrët, do thotë se dul nga vetë i popullit, dulen bitë dhe bijat më të mira të popullit. Prandaj luftat ishin shumë të ashpra, ofenziva të serbëve, domethënë në fillim kishim. Gjithatë shpëtoi fakti që të quaj domethënë propaganda serbe dhe qëllimisht një propagandë hekur serbe donte ta quante ushtrisë qeveritare të Kosovës një ushtri terroriste. Dhe ajo shpëtoi më të madhe, ndoshta mund të sqarojmë çik më gjerë se edhe për koncepte të tjera që ajo. Urdhronin me që bitë dhe bijat më të mirë të kombit kishin ndruar me kohë të kapnin armët për shirimin e Kosovës, ata e kishin menduar me kohë se propaganda serbe do të bëjë çmos që ata të quaj terrorist, ata të quaj me thënie të ndryshme dhe ishin përgatitur për këtë gjë. Ushtria shlimtare e Kosovës, fizionominë e vet e krijoi mua aty se ajo lufton për të drejtat e veta. Lufton për shirimin e Kosovës dhe veprimet e saj nuk dalin jashtë tokave shqiptare. Se po të dënte ushtria shlimtare e Kosovës dhe po të dëshironte të bante akte terroriste, i ka shumë mundësi, për të mos thonë qindra mundësi, të bëj akte mund në mes të Beogradit, në stacione trenash, në stacione autobusesh, në hotelet ndryshme, por këtë gjë nuk i ka bërë dhe nuk do ta bëjë. Dhe këtu është fizionomia e ushtrisë shlimtare të Kosovës, se ajo bën një luftë të pastër dhe lufton vetëm në tokat e veta ku i ka përshlim. Po, më duket bëni të thoni diçka. Ndoshta unë për ta quar mandeje dhe idenë tuaj është fakti disa veprime shumë të mëndshura që ka bërë ushtria qeveritare e Kosovës, ngjesin në planin politik dhe në planin e brendshëm, dhe si një ushtri që i doli mbar, i doli përpara njerëzve të cilët vriteshin, goditeshin, gjymtoheshin, pikërisht ndoshta edhe kjo ishte një arsye më shumë që ushtria qeveritare e Kosovës të mos goditej në opinionin bardhë ndërkombëtar dhe të mos mirte atë që propaganda serbe synoi me të gjitha mënyra për të quajtur politik terroriste. Doni të thoni diçka për këtë? Po desha të shtoj që lufta jonë është lufta e drejtë. Po. Luftojmë për tokën tonë, për atë vendin tonë, dhe është me traditën e shqiptarit, me çka e dinë edhe diplomatin ndërkombëtare, se shqiptari me historinë e vet, kur s'ka vrarë fëmijë, kur s'ka vrarë gra. Shqiptari ka luftuar ballë për ballë me armikun, ka luftuar ballë për ballë me ushtrinë, e jo siç bën ushtria serbe që nuk gëzon të dalë për ballë ushtrisë qeveritare të Kosovës, pra e masakron popullatën civile, pleq, plaka, gra e fëmijë. Dhe duhet të thekë që lufta është lufta drejtë, falë edhe moralit, të fortë në shqiptarët dhe të besorat të ushtrisë qeveritare të Kosovës. Shqiptarët ka moralin e fortë, se është një thonje një filozofi që një popull ose një ushtri që ka moralin e fortë e fiton edhe luftën. Dhe tani të gjithë kemi mendjen pikërisht një kështjell shekullit 14, shpak e çuditshme kjo vendosje në një kështjell shekullit 14 në Rambuje. Pra të gjithë mendja e kombit shqiptar e popullit shqiptar është mbështyer aty. Nuk di si do ta shikoni këtë kështjell. Po më thonë të vërtetën që prej kësaj Rambujes nuk presim as shumë. Po ne nga kështjella në shqiptarët kemi fituar, gjithë kemi dalë fituar, nuk di, nga kështjellat në Kosovë kemi fituar gjithmonë dhe do të fitojmë. Kurse nga kështjellat në Perëndim, në Francë, jo, po them nga kështjellat këtu në vendin tonë, në rajon tona. Në rajon tona kemi dalë fitues dhe do dalim gjithmonë. Atëre, po, më falni, unë dua ta vazhdoj bisedën dhe do të vite kjo, po, urdhroni. Keni pak shpresa. Do thatë, po? Kemi pak shpresa nga jo. Po, për kundërzi, ushtria qeveritare e Kosovës, ajo prapë do e bën vetën. Po, urdhroni. Unë do të shtoja se e vetmja e mirë e Kosovës
se i ka sjell konferenca e Rambujës është se çështja e Kosovës doli jashtë kufijve të ish Jugosllavisë dhe nuk mund të kthehet në brenda kufijve të Jugosllavisë. Kjo është e vetmja e mirë e konferencës Rambujës që çështja e Kosovës u ndërkombëtarizua, dhe pra do jetë problem ndërkombëtar. Edhe pse delegacioni jonë që shkojnë në Rambujë jemi shumë të bindur se nuk do të nënshkruaj asnjë akt marrëveshje që e damton çështjen tonë, përveç vendimeve që do të çojnë drejt pavarësisë. Urdhroni. Këtu të ishta vetëm një diçka të shtoj të zotit Ladrovci, sepse në Rambujë, do të thotë, ushtria cila e bën luftën, e bën rezistencën në Kosovë, është fati i madh që ka edhe krahun e vet politik, ka quajtur edhe përfaqësues e saj politik, që janë edhe përfaqësues të delegacionit shqiptar. Prandaj që mund ndoshta nuk do të sjell diçka të mirë për Kosovën, po të keqen nuk mund të sjell. Do të thotë se ata kanë shkuar me vetëm një qëllim, cilën e përcjell populli, cilën e përcjell ushtria shqiptare e Kosovës, do të thotë vetëm pavarësinë e Kosovës. Do thoshit ju. Jo, Në këtë kontekst, domethënë, në këtë shpresë, në fakt është një shpresë, shumë gjëra kanë ndryshuar, besoj, shumë gjëra kanë ndryshuar, qoftë edhe në raport me disa muaj më parë. Ne jemi të gjithë të ndërgjegjshëm që ushtria çlindare e Kosovës anatemoi, ndërsa tani pra është një faktor shumë i rëndësishëm në zhvillimin e do thoshit sutri për këtë problem. Po ndesha vetëm të plotësera mirë të ramidja tha atë që duhet se fol ushtri qendrore e Kosovës që çështja e jume është në Rambujë. E jo politika se u rreth me ca vite në Kosovë. Nga Rambujë është mendim jam që unë personalisht nuk pres shumë. Se din pyetja pse mund në Paris, në Francë, në bëhet ka konferencë, s'pa të vend tjetër, se kemi një të kaluar të hidhur nga konferencat Londrës e Berlinit, Varsovet, aty të Francës. Pastaj, presionet në diplomacive ndërkombëtare ndaj palët shqiptare që i bëhet. Ose që ata nuk do të shohin pa të shkelin mbi gjakun e dëshmorëve. Ata vetë antarët e delegacionit të ushtrisë shqiptare të Kosovës vetë janë nga zonat e luftës. Për mendimi është që emër që unë nuk pres shumë. Po, do t'i rikthejmë prapë urdhroni? Dhe isha vetëm të them se me qenë se besimin e kena pas tek amerikanët, por tash më edhe ata qëndrimet e veta i kanë ndryshuar. Prandaj ky ndoshta të jetë edhe ai faktori që ne nuk presim shumë prej kështjellës të Rambujës. Domethënë se kanë luajtur qëndrimet e tyre. Edhe ato vetë që kanë thonë nuk qëndrojnë në qëndrimet e veta. Prandaj ne do qëndrojmë në qëndrimet tona në rrugën për pavarësi dhe asgjë tjetër. Unë dëshiroj të diskutoj edhe një gjë e fundit, besoj. A jeni të përgatitur për një rrugë të gjatë? Me sa duket rruga e pavarësisë, rruga e të drejtave tona kombëtare, vetë vendoset është një rrugë e gjatë. A jeni të përgatitur? Ushtria shqiptare e Kosovës e ka menduar me kohë se fillimi i luftës për shlirimin e AD-ut është një rrugë e gjatë dhe ajo është përgatitur mirë. Fillimisht ne kishim një ushtri të vogël, jo të përgatitur, tani kemi një ushtri të ristrukturuar, një ushtri me udhëheqje të dalë nga betejat që kanë zhvilluar në Kosovë, një ushtri që mund të themi që do t'i përballojë gjitha sfidat dhe do të çojë drejt realizimit fitores përfundimtare. Prap, dua ta shtroj edhe më gjerë pyetjen.
populli Kosovës, a është i përgatitur për këtë rrugë të gjatë? Po. Populli i Kosovës e ka dëshmuar gjithnjëherë që e don lirin, po kësaj radhe do ta ndjekim rrugën deri në fund. Si thot një fjalë popullore, o vdekje o liri. Po. Do të tashtosha këtu vetëm me një puna e ushtrisë lirëtare të Kosovës, me qenë se pak a shumë e di moralin e tyne. Domethënë se unë në shtetin ku jetoj tash në perëndim në Gjermani kam pasur edhe kontakte me ushtarë amerikanë, me ushtarë gjermanë, të cilët kanë qenë edhe në luftën në Irak. Por moralin të cilin e ka ushtria shlirimtare, ushtarët që bojnë pjesë në radhë të ushtrisë shlirimtare të Kosovës, nuk e ka asnjë ushtri në botë, e besoj jo. Edhe jam plot i besoj edhe këtu, është ai qëndrimi edhe bindja që vetëm deri në fitor. Do të rifash të thosh për të ndjekur. Fal. Populli i Kosovës është shumë i përgatitur, sepse ushtria shlirimtare e Kosovës i doli në mbrojtje, i doli në ndihmë, sidomos gjatë ofenzivave, shpesh herë është detyruar tërhiqet për arsye se do dohej ta mbronte popullin. Ajo i doli në mbrojtje edhe duke i ndihmuar të plagosurit civil, duke i strehuar popullsinë civile, gra, fëmijë, pleq. Serbia, si që tha dhe më herët Jahiri, nuk ka mundur të ballafaqohet drejt për drejt me ushtrinë shlirimtare të Kosovës dhe në pamundësi të saj ajo bëri masakër në popullsinë civile, siç dihen dhe masakrat publike që janë bërë në Kosovë. Këtu do të shtoja se edhe fondi Vendlindja Thret, që është një fond që ju dediku kryesisht Kosovës, ka bërë një punë të madhe. Dhe do të falenderoja të gjithë ata që kanë ndihmuar dhe ndihmojnë fondin Vendlindja Thret, fond i cili kryesisht u përdor për qëllime të çlirimit të kombit. Po, në këtë kontekst unë mendoj që ka një solidaritet i jashtëzakonshëm. Domethënë gjithë shqiptarët kudo që ndodhen kanë vëmendjen pikërisht në Kosovë të ushtrisë shlirimtare e Kosovës, të zhvillimit ngjarjeve të rrugës ditur që ky solidaritet është në shkallë më të lartë. Në sa e ti solidariteti, ushtria shlirimtare e Kosovës sot është armatosur mirë me armë moderne që do të jetë nesër, do të jetë e gatshme jo të pret ofenziva, po të marrë ofenziva. Do ta largojë ushtrinë dhe policinë serbe pavarësisht se çka do të sjell konferenca e Rambujës. Të nderuar miq, faleminderit shumë për pranimin tuaj në studio. Unë dua të them vetëm një gjë që ligjë një pjesë e vendit tonë, e popullit tonë, edhe Kosova, domethënë ajo që po ndodh Kosovë është pjesë e shqetësimit, e një meraku të jashtëzakonshëm, e një problemi të jashtëzakonshëm që ka gjithë kombi shqiptar. Kjo është e vërtetë më e madhe, më e rëndësishme dhe çdo njeri kudo që ndodhet në Shqipëri jashtë saj është pranë Kosovës, është pranë jush. Kjo është edhe aja fuqia, do të thotë që e merr edhe populli i Kosovës e ushtria, sepse deri me tani nuk kemi mujtur të kontaktojmë dhe të rrejmë edhe problemet me shtetin nam, do të thotë me Republikën e Shqipërisë, kurse tash kemi edhe mbështetjen nga i vogli deri tek presidenti. Kjo është edhe aja që na bën edhe më të fortë dhe më të fuqishëm. Faleminderit shumë për pranimin tuaj në studio. Unë uroj shëndet, unë uroj gjithë të mirat. Dhe si thonë të takojmë aty ku dëshirojmë të gjithë. Faleminderit edhe nga ju.